Sapo kemi përfunduar mbledhjen e Komitetit të Emergjencave Civile për qarkun e Lezhës me pjesëmarrjen e komiteteve të treja bashkive dhe të gjitha drejtoritë rajonale, qofshin këto të infrastrukturave kritike, transportit, energjisë edhe ekipet vendore të kullimit. Kemi bërë një pasqyrë të situatës, sidomos në përgatitje të një fronti dytë meteorologjik në fakt që presim në orët në vijim. Siç jeni ndjeni në orët e para të mëngjesit kemi pasur situata komplekse, sidomos në bashkinë Kurbin dhe disa zona urbane të Lezhës në fakt, por situata është stabilizuar progresivisht, ka pasur një ndërhyrje nga bordi i kullimit në disa argjinatura. Si kundër kemi pasur dhe vërshime pronjç nga lartësitë edhe të bashkisë Kurbin dhe njësisë Milot, ku na është dashur të ndërhyjm pranë banorëve në mënyrë që të mos kemi problematika. Ajo që është e rëndësishme të kuptojmë tani është që kemi situata ku na duhet të vazhdojmë ndërhyrjen me fadroma, me ekskavator, qoftë në zonën e Fush Mamurasit apo edhe në zonën e Thumanas përballë, pra janë të dyja bashkitë mobilizuar në terren dhe me një dyfishim të mjeteve në argjinaturat përkatëse, të cilat kanë të kaluar kapacitetin praktikisht edhe në dy vende janë shëmbur. Duam që ta rehabilitojmë atë zonë në orët në vijim, ndaj dhe kemi kërkuar dhe një shtesë të numrit të mjeteve dhe Ministria e Bujqësisë është angazhuar maksimalisht në terren, mund ta konstatoni dhe vetë në çdo moment. Nga ana tjetër, kemi angazhuar edhe shtesë të ekipeve të forcave të armatosura, një skuadër edhe në dispozicion të bashkisë Kurbin, e informova dhe kryetaren, dhe ekipi Gjenios që do ndihmojë emergjencat civile vendore për 3 ura që kanë pasur një vështirësi me këmbë të shëmbura gjatë vërshimit të ujrave gjatë mesditës, dhe duam ta rehabilitojmë këtë situatë sa më parë në mënyrë që të mos kemi asnjë fshat të bllokuar. Në momentet që flasim kemi 50 banesa të prekura në zonën e Mamurasit dhe afërsisht 40 të tjera në njësinë e Milotit, çka e bën praktikisht dhe zyrtarisht bashkinë e Kurbinit bashkinë më të prekur në rang vendi.